Ju e doni sunetin e pejgamberit Allahut, çfarë bani për sunetin e pejgamberit Allahut? Na tregoni. Frikë moneta ngrit mi sunetin e pejgamberit Allahut që e kemi hak, që kemi premtim pejgamberit Allahut, se ndihma e sunetit e pejgamberit Allahut është e garantuar, me ne apo pa ne. Baje dro vetën tonë, ndoshta s'ki meritor ta baj sunetin e pejgamberit Allahut, për këtë arsye Allah ka na shkalu, ka thënë hik shle udhën, shle rrugën. Për këtë arsye dashamirët e sunetit e pejgamberit Allahut si kanë këto cilësi, qofshmi edhe ne pe atin. Dashamirët e sunetit e pejgamberit Allahut i kanë të kapën sunetin e pejgamberit me dhëmball. Dhe asesi nuk tolerojnë këtë pikë. Pa marrë parasysh çfarë politike na kalon mbi ne. Pa marrë parasysh në emër strategjisë që na vend dikush. Na po i tregojmë sot në trojën tonë në veçanti është rreziku suneti pejgamberit Allahut. Dojnë të çrënjos. Dhe pse kam bindje se s'kan mundësi as ta gërvishin. Se ne nuk kemi mbrojtësën në sunetit. Ai që e mbron sunetin është Allah. Mi po ne jemi ata që i humbi. Fëmijët tanë, dashamirët tanë dhe shoqëria jonë që është humbë. Pra ku gjindesh? Ku është krenaria juaj? Ku janë qëndrimet tuaj? Çka jemi bën kështu në këtë formë